Besimtarët katolik në Kosovë po festojnë Krishtlindjen, ndërsa në mesnatë mesha kryesore është mbajtur në katedralen Nën Tereza. I peshkivi Dot Gjergji në mesazhin kryesor të kësaj feste bëri thirrje për paqe dhe harmoni dhe përcolli edhe një porosi të veçantë. E ndjej të nevojshme t'juftoj që në zgjedhjet e pas Krishtlindjes të jemi të përgjeshëm për të marrën vendimin si mas ndërqegjes e për të restauruar gjendjen në të cilën kemi jetuar vitin që kalon pas. Duke kryer obligimin qytetar ashtu siç duhet. Pasi kështu do të kontribuojmë të gjithë që vendi ynë të ketë një stabilitet të qëndrueshëm politik, të përshpejtoj hapat të drejt familjes evropiane dhe të arrijë të ruaj lerat bazike të shoqërisë tonë. E në meshën e paraditës, famultari i katedrales Dom Agim Qerkini u bëri thirrje besimtarëve që të luten për paqe, ta mbrojnë jetën dhe të shërbejnë asaj në kuptimin e plotë të fjalës. Festa e Krishtlindjes është festë e jetës dhe na fton Zoti që ta mbrojmë jetën, ta ruajmë, ta shërbejmë në kontekstin e plotë të fjalës që të mund të realizohemi si vitet vjetës. E sa shumë fjalë ka sot mbar njerëzimin i mbërthyer nga bota materiale, nga hedonizmi, nga jeta për të jetuar sipas ëndjes së vet dhe çka ndodh? Që ndodh shumë lehtë edhe në jetët e palindjes. Besimtarët i kanë uruar krerët institucional, presidentja Vjosa Osmani e kryeministri Albin Kurti. Në këtë festë drite e shpresë, uroj nga zemra të gjithë besimtarët krishterë që Krishtlindja t'u sjellë paqe në shpirt, dashuri në familje dhe shëndet në çdo shtëpi. Le të na bashkojë tradita e respektit, solidaritetit dhe mikpritjes, duke na dhënë forcë të ecim përpara së bashku, me besim, shpresë dhe mirëkuptim. Krishtlindja është kremtim dhe reflektim, urim dhe mirënjohje, besim dhe shpresë, të dashur besimtarë të krishterë. Urime këtë datë të shënuar dhe paqe një ditë të gëzuar e të begatë me më të dashurit tuaj. Uroj që mirësia e Zotit t'ju përcjell gjithmonë dhe dashuria për tjetrin t'ju shtohet për herë. Mesazhe urimi për besimtarët e krishterë që e festojnë Krishtlindjen me kalendarin gregorian kanë bërë edhe liderët e partive politike. Dita e Krishtlindjes kremtohet tradicionalisht me skemën e lindjes së Krishtit, që ka simbol pemën e Krishtlindjes, shkëmbimin e dhuratave e bashkimin familjar.